të falenderojmë 3 djemë të cilët bërë një super atmosferë, sepse nuk duhet që ta kalojmë kaq kollaj këtë moment. Samuel Latifi në klarinet, Lorenz Kasomaj në filharmonik dhe Shkëlqim Kovaçi në tarabuka shqip. Është kënaqësi shumë çuna, faleminderit shumë për super performancën që sollët sot në mesdritë. Mirë se vini në mesdritë, do të kemi mundësi të vim tek ju më një herë, por na lejoni të ndajmë 2 informacione se përse kemi dhe jemi mbledhur në këtë performancë, në fakt na e vuri gjithë studion, jam i sigurt dhe publikun në lëvizje. Romale 2026 vjen edicionin e tij të dytë si një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike dhe kulturore që bashkon komunitetin rom dhe ardashësit nga gjithë hapësira shqiptare dhe më gjërë. Një festival është festë e identitetit, traditës dhe talentit ku muzika, vallëzimi dhe arti bëhen uralillëse mes kulturave dhe brezave. Po për të kuptuar në thelb përse ky festival, që për vërtetës është lajm i mirë sepse vjen në këtë edicion të dytë, të na thon vetë të zotët e punës. Me ne në studio Edison Toska, përgjegjës kulture Bashkia Roskovec dhe Ulpiana Blido, specialiste e integrimit evropian. Përshëndetje, mirë se ju gjetëm. Gjithmonë të mirëpritur. Na tregoni pak për Romale 2026. Romale është një aktivitet që dedikohet kulturës dhe traditës rome dhe folklorit. Ne këtë vit kemi vitin e dytë, e kemi nisur vitin e kaluar në kuadër të 8 prillit të ditës ndërkombëtare të komunitetit rom dhe e zhvilluam në data 12 dhe këtë vit e zhvillojmë nesër, sepse në datën 8 çdo institucion, çdo bashki organizon aktivitete dhe ne donim që mos të kishim të pengesën që çdo grup që kishte dëshirë na bashkohesh në aktivitet. Vitin e kaluar ne u dha mundësinë shumë grupeve artistike dhe kishim shkëmbim eksperjencash, patëm grupe edhe nga Maqedonia, dhe nga gjithë Shqipëria mund të them. Kurse këtë vit çfarë pritet të ndodhë? Është pjesëmarrja. Këtë vit pjesëmarrja është shumë e madhe dhe publiku e mirëpret shumë mirë, publiku roskovecar, po jo vetëm nga Roskoveci, vinë dhe nga qytetet e tjera, nga çdo qytet që ka rom si publik, por edhe grupet artistike janë nga Fieri, nga Berati, nga Lezhë, nga Maqedonia, një këngëtar speciale kemi nga Kosova, Gipsy Groove, që ka marrë pjesë. Risia këtë vit do të jetë sepse ne do të kemi 3 vlerësime, do të jetë pak ai shpirti i garës, që do ketë një përkushtim çdo grup më shumë, sepse në të fundit është një vlerësim në vlerë monetare. Sa është? S'mund ta bëjmë publike, do ta marrin vesh grupet kur të jenë nesër në spektakël. Pra ka një vend të parë, të dytë dhe të tretë në këtë kompeticion. Padyshim do ketë dhe një vlerësim për të gjitha grupet, që do të jetë ky simboli që ne kemi si dhe si dhuratë për emisionin tuaj që tu ngelet këtu. E shohim, nuk e dija që kjo ishte dhuratë për ne për vërtetës. Kjo është një simbol që do të jepet për gjithë pjesëmarrësit që do jenë pjesë e edicionit të dytë të festivalit Romale, që është domethënë me logon e festivalit Romale, është rrota që është pjesë përbërëse gjithashtu e flamurit rom, dhe kemi normalisht zemrën dhe rajet e zemrës, normalisht që janë që tregon dashurinë dhe harmonizimin që duhet të kemi ne midis, domethënë komuniteti rom dhe komuniteti jo rom. Ti mund ta flasësh më shumë për peshën që mbart në fakt një event i kësaj. Atëherë, qëllimi në vetvete i festivalit Romale është promovimi i këngëve, valleve, normalisht dhe trashëgimisë që ky komunitet përçon dhe normalisht në përkujdesin e veçantë dhe këtë vit të dytë do organizohet ky festival në përkujdesin e veçantë të kryetares së bashkisë zonja Majlinda Bufi dhe normalisht mund të lind pyetja që pse ky festival ndoshta organizohet në Roskovec, duke qenë se në Roskovec. Festival në Roskovec. Po, në Roskovec ne kemi një komunitet që përbëhet prej 365 personash, ose në total rreth 80 familje, dhe normalisht ky komunitet nuk ka më sfida, le të themi këto sfida janë zbutur, dhe tani më është shumë mirë i integruar dhe i harmonizuar, duke qenë se edhe në kujdesin e vetë kryetares, por edhe të stafit janë implementuar një mëri projektesh dhe iniciativa që janë ndërmarrë për zbutjen e paragjykimit dhe ky grup është shumë mirë i harmonizuar dhe integruar në bashkinë tonë, duke qenë pjesë edhe e vendimarrjes ose edhe pjesë e punësimit ose arsimimit. Dhe normalisht në kuadër edhe kur bëhen për shembull kërkesat buxhetore, normalisht bashkia alokon një fond të veçantë që është për mjete didaktike për komunitetin rom dhe fëmijët, domethënë deri në sistemin parauniversitar.
Pra, deri në 18 vjeç. Po, me mjetet didaktike shkollore. Dhe normalisht do doja të shtoja që duke qenë për këtë qasjen që edhe vetë kryetarja ka ndaj angazhimit të saj ndaj çështjes rome dhe gjithashtu ndaj drejtësisë sociale, është vlerësuar në vitin 2019 nga Këshilli i Evropës si kryetarja më miqësore me Romat. Dhe angazhimin dhe kësaj çështje rome. Unë kam një pyetje që lidhet në fakt jo me një event në vetvete si një ngjarje vetme, por gjatë gjithë vitit, çfarë ndodh me ata që duan muzikën dhe përkasin komunitetit? Ne, komunitetin e Rome, kemi kudo të përfshirë në të gjitha aktivitetet që organizojmë gjatë gjithë vitit. Ne në çdo aktivitet, komunitetin e Rome kemi të përfshirë që merr pjesë me një pjesë muzikore, me një diçka për të ndarë. Në gjitha aktivitetet kulturore dhe sociale që ne kemi në bashkinë tonë. Madje dhe kemi në pjesë të organikës tonë, kemi një punonjës të pagesave sociale që bën ndërmjetësimin në kuadër, domethënë, të shumë aktiviteteve që ne kemi të komunitetit rom dhe pjesën e këtyre eventeve që ne zhvillojmë. Çfarë më themi për komunitetin rom edhe trajtesën që i bën shoqëria në 2026, sot që flasim. Dalim për Tej Roskovec. Po, për Tej Roskovecit mendojmë që komuniteti rom ka një mëri sfidash, duke përfshirë pjesën e diskriminimit apo paragjykimeve, ose pjesa e punësimit, pjesa e varfërisë, mos integrimi, papunësia, pjesa e privimit pjesa e privimit nga arsimimi, por mendoj se vitet e fundit janë zbutur shumë pjesa e politikave të ndërmarra, politika sociale për përfshirjen e komunitetit rom, dhe jo vetëm në Roskovec, por mendoj edhe në rang referuar Shqipërisë, zbutur shumë kjo pjesa e paragjykimit dhe diskriminimit. Mendoj se ka ende punë për të bërë, por që mendoj se nuk është më si më përpara diskriminimi dhe paragjykimi ndaj komunitetit rom. Ju të dy, por besoj gjithë ata të cilët kanë punuar për Roma Le 2026, është shembull i më i mirë se si ne bëhemi pranues në shoqëri, edhe diskriminimin e lëm pas si mendësi e vjetër që nuk i përket më kësaj shoqërie, që ka parë shumë çka me sy dhe patjetër është qytetëruar. Një ftesë për gjithë ata që do duan të bëhen pjesë e Roma Le 2026? Ne tashmë i kemi mbyllur, por unë i bëj një ftesë, i kemi mbyllur për grupet që do të marrin pjesë, por për publikun në për ata që shijojnë. Dhe ne i mirpresim me dashamirësinë më të madhe në Roskovec. Pra, data 8 prill. Nesër. Data 8 prill. Në orën 18 fillon me pritjen zyrtare në zyrën e kryetares të grupeve dhe të ftuarve që do jenë dhe të juristë që do të merren me vlerësimin e këtyre grupeve. Unë duhet të përmendja një grup, një person, Adriatik Hasantari, i cili ka qenë një nga mbështetësit në hapat e para për realizimin e këtij aktivitetit, që në diskutimet e para që ne kemi bërë me kryetarin e bashkisë, sepse ideja në fillim ishte e saja, pa diskutim që ka marrë propozime nga qytetarë që merren me ruajtjen dhe traditën e këtij komuniteti, dhe ky ka qenë dhe një bashkëpunues kryesor në këtë rrugtim që ne do ta çojmë më gjatë, që do të ngeli si traditë aty në Roskovec. Që festivali është tashmë patent e Roskovecit. Tani Edison, se na konfuzove pak, tani sot apo nesër? Sot është Gjita Ndërkombëtare e Romëve, por në kuadër të javës rome, duke qenë se ka Shumë mirë. Nesër mua dhe Almës na nxorët një rrugë për Roskovec. Patjetër, me shumë kënaqësi, jeni të mirëpritur, sepse do ketë një larmishmëri festivali, domethënë është shumë mirë dhe ne jemi që Roma Le do jetë festivali i përvitshëm. Po, mendojmë se ta bëjmë një traditë, po. Një ditë caktuar, pse jo? Ndoshta një festival që i mungon vendit, por edhe Ballkanit, apo jo? Do jetë një aktivitet i qëndrueshëm, ne kemi shumë aktivitete që nga 2015 mund të them që janë të qëndrueshme, që organizohen çdo vit, por edhe Roma Leja do të ngelet po ashtu. Faleminderit shumë, fantastike. Do na falni vetëm një moment që të shkojmë pak te djemt, sepse më që po qëndrojnë në këmbë, po u siguruan na krijonin dhe super atmosferë për organizimin së bashku. Grupi të rinjve dhe ka një emër. Roskoveci New Band. Po, pra, Roskoveci New Band. Mirë, çojmë Alba sepse kemi shumë pyetje dhe besoj do kemi edhe mundësi të diskutojmë. Mirë se erdhët. Shumë kënaqësi. Ne tani edhe do këndojmë. Okej, po më thonë që duhet dal nga Alma. Mirë, i prezantojmë çuna edhe një herë Samuel Latifi në klarinet, Lorenz Kasëmaj në fizharmonik dhe Shkëlqim Kovaçi në tarabuka. Mirë se vini dhe na tregoni pak për emocionet e para. Ju do jeni pjesë konkurruese e festivalit? Urdhëro? Edhe na trego pak më shumë. Që do jemi
Si fillim, ne jemi, do më thënë, nga të rinjtë e Roskovecit, që kemi krijuar bandën Roskovec. Si fillim ne kemi pasur dhe kemi qenë dhe vitin që kaloi, kemi qenë pjesë e bandës, po këtë vit vjen një risi e re, domethënë që vjen me konkurim. Ka një çmim që nuk na e tha, mos ta thoni as ju. Është po as ne se dim. Nuk e dini. Kjo është ide, nuk e dim as ne vetë. Okej. Dhe domethënë kështu. Cila është veçantia e këtij viti për post çmimit edhe garës që bëhet? Çdo vit më shumë ne avancojmë. Kështu që kemi diçka të re për t'i treguar publikut. Publiku që keni përballë dëgjuan pak më parë që nuk është vetëm nga Roskoveci, por nga kudo. Po, ka dhe nga zona të tjera, që pushin nga të, domethënë, pjesërisht nga gjithë Shqipëria, po njësesi. E bën më të vështirë kjo kur keni shumë publik aty? Keni emocione ju? Jo, emocione jo, thjesht kemi një dhunti akoma më shumë për ta ndezur skenën. A sa bukur. Lorenz, marr një koment ka ty. Kaloj mikrofonin shokut. Je gati për nesër? Më shumë se gati. Më shumë se gati. Tani, ju më duket jeni të prerë për çmim të parë, nuk e di, paktën në top 3-shë, mirë se s'do të bëjmë me këto influencë. Kjo dihet pa diskutim. Kemi vendin e parë. Mirë. Shkëlqim, ti duhet jesh më i riu i grupit apo jo? Sa vjeç je? Po patjetër, 17 vjeç. 17 vjeç. Dhe sa vite ke që luan në Tarabuka? 6 vite pothuajse në Tarabuk, po. A mund të më shpjegoni një mendësi që është e konstatuar dhe është e vërtetuar, se çdo antar i komunitetit rom është talent i padiskutueshëm në muzikë. Kjo rrjedh edhe nga brezat para nesh, që domethënë kanë filluar muzikën, janë bazuar tek ajo dhe është shpirti i muzikantit. Dhe besoj që ka shumë muzikë në familjen tuaj, apo? Po normal, unë kam trashëgimi nga babi dhe nga gjyshi, domethënë jemi 3 breza, domethënë një pas njëjshëm, edhe kam trashëgimi edhe nga ata klarinetën, domethënë. Klarinet. Po, me muzikë. Ju kam një pyetje, 3 instrumentistë dhe shfaqja është ajo që t'i jep një lloj euforie. Si ja dilni ju që mos të mbizotroj njëri mbi tjetrin? Pra, si respektoni? Këtë domethënë nuk e di asnjëri, por që ne kemi një farë konkurrencë mes vetë. Keni një konkurrencë mes njëri tjetrit. Po si ja grindni ndonjëherë ju? Domethënë, grindja jonë vazhdonte muzika, është muzika normale. Ne grindim me klarinet normale, me muzikë. Okej, tani do ta mbyllim me muzikë se e di që u ngacmuam shumë. Mos e rini më shumë. Unë mendova që do bëni album për të kërcyer, po më duket do mbyllim një performancë. Do ta mbyllim me ju jeni vjet e vërtetë, jo ne. Në Romale 2026 për gjithë ata të cilët ndoshta e kanë rrugën afër Roskovecit apo thjesht oferta e thënë po një orë pak nga Tirana jemi. Merrni rrugën, merrni makinën dhe shkoni në Roskovec dhe ndiqni këtë festival në këtë edicion të dytë që për hir të vërtetës është një aset i shtuar tani më në listën e festivalit shqiptar. Çuna, jeni gati? Të nderuar shumë, t'ju dëgjojmë tani. Ne po largohemi. Jo, po pse të largohemi, ne do kërcejmë. Do kërcejmë? Po si? Po. Ne do t'i lëm vetëm djemt. Do t'i lëm vetëm djemt, propozoj. Si thua? Maestro, regjia, gati. Ishte super performance. Jashtëzakonisht e bukur, faleminderit shumë Dima. Ju urojmë shumë, po shumë fat ju dhe gjithë atyre që do të jenë konkurrentë. Tani është koha që ne bashk të ikim me këto ritme direkte te Florenca, se ka kërcyer, vetëm ka kërcyer nga fillimi deri në fund. Shumë gati t'ju kishim. Shumë suksese. Faleminderit që ishim në studio sot. Sikleta, qëndroni me ne.